Berisha, Meta. Unë shpesher kam folur për atë që ne quajmë marrëveshja e klubit pleshkaxhinëve Rama, Berisha, Meta. Marrëveshja e cila ka pezulluar demokracinë në Shqipëri dhe ka kthyer realitetin politik shqiptar në tokë të xhanën. Kam folur dhe kur unë përpiqesha që të këmbgulja në këtë ide dhe në këtë tezë, shumë njerëz që ju i njihni si politikan apo analist apo veprimtar publik, sa herë unë përmendja marrëveshjen dhe paktin me konsensus negativ mes elitave politike shqiptare, të gjithë ta turreshin duke thënë se këto janë teori konspirative. Pra përpiqeshin që ti kyçosnin të gjitha tezat dhe mendimet alternative në paketimin teori konspirative. Por pa shikoni pak, para 4 vitesh na thonin teori konspirative, por sot mbas 4 vitesh është pothuajse mendimi të gjithëve se pakti Rama, Berisha, Meta është një pakt solid. Dhe është një pakt me dëme të forta, të mëdha dhe të pariparueshme në demokracinë e vendit tonë. Sepse është një pakt nëpërmjet cilit Rama, Berisha dhe Meta jo vetëm ndajnë pushtet, dhe jo vetëm ndajnë pushtet politik, por ndajnë edhe pushtet ekonomik, financiar, ndajnë edhe pushtet kriminal, e sa herë duhet ata edhe ndryshojnë kushtetutën, ligjet, bëjnë reforma të thella, sepse është një pakt që garanton numrin e domosdoshëm dhe të nevojshëm të votave, që ata të bëjnë ç'të duan me ligjet që kanë nevojë për votë të cilësuar apo me kushtetutën që ka nevojë për mbi 92-93 vota. Këtë kemi parë sepse ka qenë marrëveshja Rama Berisha e cila pas 20 shkurtit solli atë që ne e njohëm si pasoja e ndryshimeve në disa ligje të rëndësishme dhe amnistia penale, e cila ishte prova gjenerale mbi mundësinë e futjes hundëve dhe duarve në të gjitha ligjet që kanë siguruar mbarvajtjen dhe funksionimin e drejtësisë së re dhe të institucioneve të reja të drejtësisë. Nuk ka rëndësi impakti, nuk ka rëndësi fare realisht se sa të burgosur apo të dënuar përfituan nga ajo amnistia e famshme penale. Nuk ka fare rëndësi. Sigur edhe një i vetëm. Të gjithë e kuptojmë që ajo ishte vetëm prova teknike. Ishte prova teknike se ata do nuk kuptonin çfarë do të ndodhte në shoqërinë shqiptare dhe çfarë do të thonin ndërkombëtarët nëse ta klubi pleshkaxhinëve, Rama, Berisha, Meta, do të vendosnin një të bukur të bashkonin votat për të ndryshuar ligjet që kanë nevojë për votë cilësuar apo dhe vetë kushtetutën. Dhe ata kuptuan që mjafton ta veshin bukur me propagandë, mjafton ta veshin bukur me cicmice, mjafton që ta lidhin me fjongon e interesit kinse publik për paqe dhe stabilitet në Shqipëri, dhe gjithçka u shkon fjoll dhe askush nuk i kundërshton. Tani, efekti tjetër i paktit Rama Berisha sidomos, po është dhe Meta në mes, por që nuk ja vlen sepse duke qenë se është shtojtës e paktit, nuk ja vlen ta përmendim shpesh. Ai është thjesht shtojtës dhe gjithë tjerët janë shtojca ose
Torreca janë bishtukur të marrëveshjes, por efekti tjetër i menjëhershëm ishte bashkimi 106 votave në fund korrik, ku Berisha dhe Rama e mbyllën kodin dhe e vranë mundësinë që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra me ligj, ata i zgjesuan zgjedhjet e lira dhe të ndershme në 2025. Mi për shumë njerëz pyesin ore, po çfarë interesi ka Berisha që të miratoj një kod elektoral si e do Edi Rama? Çfarë interesi ka Sali Berisha që Edi Rama të fitoj zgjedhjet me më pak vota popullore dhe me më shumë mandate? Çfarë interesi ka Sali Berisha që ta fuqizoj dhe ta sultanizoj pushtetin e Edi Ramës? Ka shumë njerëz që e bëjnë këtë pyetje. Edhe me të drejtë, me shumë të drejtë, mund të ketë një pafundësi dyshimtarësh apo skeptikësh që e kanë të vështirë ta besojnë të vërtetën, por ja ku po ja them unë. Unë kam kohë që kam tezën që Berisha, Rama, Meta kanë vetëm një interes. Ata nuk e ndalin dot më vullnetin e faktorit ndërkombëtar për ta çuar deri në fund procesin e reformës në drejtësi. Për të çuar deri në fund të gjitha projektet e tyre për ndëshkimin e të pandëshkueshmëve dhe për ndryshimin e lidhave nëpërmjet goditjeve nga drejtësia. Dhe ata këtë gjë, as Berisha, as Rama, as Meta nuk kanë ndërmend as ta përtypin, as ta lejojnë kaq lehtë. Normalisht që ata janë para kushteve që nuk është se mundet ta bëjnë betejën ballë për ballë. Dhe nuk mundet ta bëjnë betejën të gjithë së bashku në një front. Sepse po ta bënin gjithë së bashku në një front, atëherë edhe reagimi ndërkombëtar do të ishte një kundërpërgjigje ndaj të gjithëve së bashku në një front, dhe atyre do të mbetej askush për me i mbrojt, askush për me u kry punë. Dhe për këtë shkak dhe për këtë arsye, ata kanë ndarë detyrat, kanë bërë policin e mirë dhe policin e keq. Berisha me Metën kanë vendosur që të bëjnë policin e keq, pra ata dy liderët rebel që janë të gatshëm që të përballen me pasojat e luftës kundër reformës në drejtësi, janë të gatshëm të përballen me pasojat e anti-perëndimorizmit si doktrinë, si filozofi, si pozicionim. Pra ata janë të gatshëm të marrin këto pasoja sepse në fund të fundit ata e dinë që cikli i karrierës tyre personale ka perënduar një herë e mirë. Për të parin perëndoi në 2021, për të dytin perëndoi në 2022. Pra, shanset e tyre për në një ciklim apo riciklim në pushtet janë nën zero. Pra, më shumë ka shanse që në Shqipëri të bëhet Nojzi lideri i opozitës dhe kryeministri i ardhshëm, se sa ka shanse të bëhen Berisha me Metën. Më shumë kanë shanse Stresi dhe Nojzi që të kenë sukses politik se sa ka Berisha me Metën. Duke qenë se ata e dinë këtë gjë, ata vendosin që të bëhen bllokues të kapaciteteve shoqërore dhe qytetare dhe kombëtare për të prodhuar leadership të ri në liri për opozitën dhe për të djathtën. Dhe duke qenë aty si pllaka betoni arme penguese, sepse ata sigurisht që duke qenë se kanë qenë në detyrat më të larta të shtetit shqiptar, president, kryeministër, ata janë dhe njerëzit që kanë bërë më shumë derë dhe kanë akumuluar më shumë para dhe kanë shpërndarë më shumë interesa se kushdo tjetër, dhe normalisht që ata kanë shumë qirakër, ushtar, servitu, kanë oligark, kanë bandit, sepse kanë ushtruar pushtet real, dhe njerëz që ushtrojnë pushtet real bëjnë dhe ndere reale, dhe bëjnë ndere reale ku ndryshojnë jetë njerëzish. Disave shumicës u shkatrojnë, por një pakicë ata e shpërblejnë mirë. Një pakicë që u duhet për të bërë punët e tyre të pista dhe punët e tyre të ndyta, ata e shpërblejnë mirë. Kështu që
Në këtë pikë edhe Berisha dhe Meta absolutisht në terren dhe në realitet kanë shpërndar kaq shumë interesa dhe kaq shumë të mira dhe janë më të fortët se të gjithë tjerët dhe po të duan ata bllokojnë gjithçka me sasinë e ndereve dhe parave që kanë akumuluar prej kohës së gjatë që ata kanë qenë në pushtet dhe ndetyra publike dhe politike. Dhe tani atyre nuk u duhet bëjnë gjë tjetër veç se t'i përdorin të gjitha parat, mediat, oligarkët, banditët, porrat, trafikantët, vetëm që të pengojnë lindjen e çdo gjëje të re dhe ata të mbeten aty në krye të fraksioneve të opozitës, të copsave të opozitës, si bllokues, si pengues, pra për mos me leju opozitën as që të ndryshojë, as që të zhvillohet, as që të gjej kapacitete njerëzore, politike dhe ideore mbi të cilat të ndërtoj një strukturë të re, një mendim të ri dhe të bëhet kompetitive dhe fituese ndaj Ramës. Kjo është detyra që ka Berisha me Metën. Por që ta bëjnë këtë, ata duhet jenë të siguruar që reforma në drejtësi nuk do t'i prek. Pra, mund të bëjë sikur i prek, mund të bëjë sikur i akuzon, mund të bëjë sikur u shkakton dëme kolaterale të cilat janë të pranueshme për ta. Por nuk duhet i prek aty ku u dhëm, pra nuk duhet i prek tek pasuria, nuk duhet i prek ke fuqia, nuk duhet i prek ke organizimi, nuk duhet i prek tek strukturat që ata kanë nën komand, pra tek militantët, tek grupet, tek klanet, tek tribut. Pra drejtësia nuk duhet ua prek thelbin, nuk duhet ta prek atë gjën që për ta është vija e kuqe. Dhe kështu që të jemi të qartë të tillës, loja e Berishës dhe Metës ka kuptim vetëm në rast se dikush i tej fuqishëm u jep garanci që asgjë nuk do të ndodhë, askush do t'i prek dot, askush do t'i cënoj dot. Pra mund të shkaktojnë dëme kolaterale sa për teatr, sa për t'u hedhur ushqim luanëve të publikut dhe të ndërkombëtarëve, por askush nuk do të prek fuqinë e vërtet të këtyre personazheve. Dhe i vetmi që mund t'ua garantoj pa prekshmërinë është Edi Rama. Pra Edi Rama është partneri më i ngushtë i Sali Berishës dhe Ilir Metës sot, dhe Ilir Meta dhe Sali Berisha janë partnerët më të ngushtë të Edi Ramës sot. Çfarë dua të them me këtë? Më ndiqni me vëmendje, lutem. Dua të them që sot Edi Rama është njeriu më i pa interesuar që të lindë një e re, të lindë një alternativë, të lindë një mundësi opozitare që mund ta sfidoj. Sot Edi Rama duhet të garantoj maksimumin e mundshëm fitores tij, sepse ai tani duhet bëj atë që quhet sakrifica e fundit për tribunën e klubit Plashkaxhinga. Pra ai tani duhet bëj të gjithë kafshimin e pabes në reformës në drejtësi. Dhe prandaj sot armiku më i madh i lëvizjeve të reja dhe i përpjekjeve të reja që ka shoqëria shqiptare është Edi Rama, më shumë se sa Sali Berisha dhe Ilir Meta. Sepse Berisha dhe Meta munden vetëm të bllokojnë pjesën që ata kontrollojnë. Por ata nuk mundën të bllokojnë pjesën tjetër të komunikimit publik. Po ta shikoni, 60-70% të kohës mediatike dhe të hapësira mediatike i kontrollon vetë Edi Rama dhe qeveria. I kontrollon Edi Rama dhe Erion Veliaj. Por si shpjegohet që edhe në mediat që kontrollon Sali Berisha me Ilir Metën, edhe në mediat që kontrollon Edi Rama, janë besnikërisht të njëjtat fytyra dhe të njëjtat emra të promovuar. Si shpjegohet që Edi Rama, që nga kundërshtari dhe armiku i Berishës dhe Metës, hipotetikisht, sikurse vetë deklarohet, në mediat e veta, në të gjithë hapësirën mediatike që ai kontrollon dhe zotron, nuk lejon absolutisht asnjë faktor politik
civil apo publik